Edhe Dëgjoj, zoti Balla, shumë gjëra dhe dijen, përfliten gjithmonë këtu te ne, ashtu jemi. Ne jemi popull, si të them, i vogël, vend i vogël që e dim njëri tjetrin shumë mirë. Kandidati i Kosovës në Kosovë është ka dalë në media, se ka pasur shumë, nuk i kam ndjekur në veçanti, por si të them, në sajt atyre bombave që thoni ju, domethënë erdhi në pushtet LSDM-ja në atë kohë. Tani, a kanë qenë reale, as kanë qenë reale, është çështje tjetër, nuk jam unë të gjykoj për autenticitetin e tyre. Megjithatë, erdhën qeveri, pastaj sollën ligj që i ndalua. Domethënë që mos nxjerr dikush tani kundër këtyre bombave. Janë ca që përfliten në edhe gjëra shumë të tjera, unë nuk do hyj në ato punë shumë për shkak se nuk është çështja ime. Megjithatë, siç dëgjova me veshtë e mi, domethënë që shihet zëri që është origjinal, nuk ka asnjë lloj manipulimi e kështu me radhë, do t'i lë të tjera gjëra. Të shas Skenderbeu, që ka qenë frymëzimi jonë për të ruajt këtë kom, edhe jashtë Shqipërisë, edhe andej, që kemi pas represialje nga Perandori Osman, nga Mbretëria Serbe, Kroate, Slovene, nga Titoja, edhe represialje tani nga vetvetja, domethënë ta shas Skenderbeu, burim frymëzimi që kemi mbajtur gjallë në shqiptarin, për mua është absurde, është akt i papranueshëm, edhe duaj lideri asaj partie që mbështet atë kandidat, them gjithmonë bazohem në atë që dëgjohet. Duhej jo të mbështeste më atë kandidat, po duhej urgjentisht i thoshte shko. Edhe ai çuni që i nxjerr ato bombat, i tha shumë mirë, domethënë ta kërko falje publike, do rriqu edhe do t'i ndaloj. Përsëri ja sot i kishte e pas që ja mbylli një rektivizojnë. Për fakt do thot po edhe Tirana zyrtare edhe Prishtina zyrtare duaj të reagojë tani. Nuk shahet Skenderbeu, nga askush. Është figurë kombëtare, është figurë e pakontestuar kombëtare, mjaft që e shajnë të tjerët. Po nuk e dia jemi qartë. Ta Tirana me Prishtinën. Po sikur flamurin ta djegësh, e djegën një flamur do çuna të ri, ku ishte në Kosovë, ku ndodhi? Ose po ja djeg Amerikës ti flamurin, unë ta paramendosh. Po ai flamur ekziston në sajt të një frymëzimi që e ke pasur Skenderbeu. Ai është si thema e legitimiteti Skenderbeu, Adem Jashari, Ismail Qemali kështu me radhë. Pse ne aq bastard jemi, aq të prishur jemi të shajmë tani ka figurat tona që mezi kemi, do thot kanë sakrifikuar gjithçka për mirëqenien tonë kolektive. Megjithatë, kuptoj sepse këta patriotizmin e shohim vetë si lek. Ta çështje kombëtare këtu ka mbaruar më. Për këta s'ka çështje kombëtare. Unë po them ja aptazi. Do thot, derisa ka ende njerëz, do luftojmë deri me mishe me shpirt derisa çështja kombëtare jon shkoj aty ku duhet. Profesor, po njerëzit me gjithë këto probleme që ju radhitët. Tani ja, shoh edhe fshatin tim. Fshati im është një ndër fshatrat që më shumë asgjë s'ka bërë komuna. Asnjë cent nuk e ka investuar. Me kanalizime, me ujësjellës, është fshat i pasur, 70% janë vërtet njerëz të mirë. Domethënë 70% janë jashtë, në Zvicër, këndej andesh, vërtet fshat i pasur. Ja, ju ftoj të vini, ta shifni, domethënë me shtëpi të bukura me gjithçka. Ka qenë bastioni i atij personi ju që apostrofoni, se s'dua të përmes emra, nuk ja vlen emri atij ta përmesu. Në këtë rast. Ja, s'dua ta përmend. Është gjenerate ime njoh mirë 2002 nuk kam thënë ore, Leri Kërçova ka pas burra, edhe për prap do ketë burra Kërçova. I di njoh mirë, unë në thelb i njoh kush janë. Ata njerëz kanë bërë që ne do thot na kanë etiketuar neve për punët e tyre që po dalin në shesh. As nuk dua të hyj në detaje çfarë ndodh. Sepse nuk është çështja ime, po të them si proces dua ta flas. E tani del një si them unë një çuniri që është ushtari i dikujt, edhe po shan gjithë fshati, shoqata e Cërvicës. Janë në gurbet, kanë investuar, i mbajnë katundin edhe gjëra të tjera, e kanë mbështetur. U kam thënë, ore, kur i mbështetni këto pse i mbështetni qyll, kërkoni 2-3 deputet, 4 deputet, kërkoni kryetarin e këshillit në komunë, doni të merrni pjesë, hajdeni, merrni në mënyrë aktive, jo vetëm vota,
sepse ne jetojmë këtu, ata jetojnë atje, ata jetojnë me tramvaj, jetojnë me metro, jetojnë me trena, me ajtë pastër, pa qenë ndacak, me sistem mirëqen mjekësor, me sistem transporti, me sistem shoqëror, me sistem gjyqësie, unë i kuptoj, është avde dashuria, është avde dashuria madhe, ja tani kanë ardhur plot, për shkak se ata e duan këtë, por nuk i kanë ditur kur pra pas skenat, edhe është dashur të organizohen edhe të marrin pjesë aktive për të ndryshuar politikat për ndihmuar në ngritje politikave dhe strategjive të shëndosha kombëtare. Më fatkeqësisht më vjen kjo që kemi kaluar tani në një situatë kur më çështja kombëtare është çështje jo ekzistente. Më thënë askush më nuk merret me këtë punë. E tani vetëm kur ka zgjedhje të tilla, unë e kuptoj, po çfarë kanë komunë të bëjë çështja kombëtare, nuk e kuptoj. Kur njeriu duhet të rregullojë mirëqenien e përditshme të njerëzve, hallet e njerëzve. Jemi besoj qartë. Për çështje kombëtare ka politika parlamentare e këtë, atë, tani për të shtimet e mia unë dalë dhe të fshehem pas patriotizmit, të fshihem pas fesë, të janë dokra, këto budallallëqe. Akoma me marrëveshjen e Ohrit, ndërkohë që Ali Ahmeti riktheu para pak ditësh, kujtoi edhe një herë armët, sa ushtar kanë qenë TUÇK-s, po donin ne ndanin Maqedoninë, pra e bëri shumë, domethënë e bëri si për jetë vdekje. Nuk e di për çfarë, por unë po ta them që këta njerëz nuk e di se si ka përfunduar në këtë gjendje. Duhet të jetë në halli madh, unë i shoh ndjek, i njoh proceset politike, shikoni edhe pati edhe përzierjet mëdha, do thotë edhe ideologjike, i keti edhe dy oponentët më ndhej të Ali Ahmetit, që kanë qenë Sela Taravari, që sot janë në prehrin e Ali Ahmetit. Do me thënë, duhet të kenë hallet mëdha këta njerëz. Tu është më çështje për shpëtimin e lëkurës. Prokuria speciale si SPAK-u që investoi Shteti Bashkuar të Amerikës, ajo filloi të reketoj këta. Do me thënë, u bë reketime, u dekonstruktua ky problem. Tani përsëri këta njerëz kanë hallet mëdha, zoti Balla. Nuk është e mundur kjo të ndryshosh ideologji brenda NATO-s. Dhe më kupton, edhe të akuzosh të tjerët për veprime që ka bërë në radhë parë përmende marrëveshjen e Ohrit. Unë them, marrëveshja e Ohrit është bërë kompromis i madh. Ne jemi kompsi në bazë kushtetutës. Maqedonia është shtet që ka një popull, Maqedonas, në bashkëtesë me kompsitë e tjera, me termine shtajuar nga Titoja për pakicat të riformatuara, sepse ne shqiptarët në ish Jugosllavi kemi qenë të dytët ose tretët me 3 milion. Malizi ka qenë me 500.000, po ka pasur statusin e popullit, statusin e kombit, edhe në rast se është prishur federata, me kushtetut ka mund të shpall shtetin e pavarur. Shqiptarët me 3 milion, për shkak të statusit të kombësisë, nuk kanë mundur të shpallin pavarësi. Gjitha ato probleme, luftra ndodhen, gjitha ato vrasje në Kosovë, gjitha ato si them represalje që mbët, ato dhunime masive të ne dhe shqiptarët e Maqedonisë, edhe sot dalin edhe nuk i kuptojnë as fenomenet, ose nuk i, mund të ketë jurista, sot ka jurista marrin diploma plot, bën profesor e kështu me radhë, por nuk i kuptojnë problemet.